Një aktivitet I rëndësishëm arsimor dhe kulturor I zhvilluar në Ulqin, ku ambasadori e Shqipërisë në Maltezi, Jacqueline Peto, ka shpërndar abetaren barkombëtare në shkollat shqipfolse në Maltezi. Kjo nismë është pjesë e një programi më të gjerë që mbështet arsimin në gjuhën shqipe dhe synon të ruajë identitetin e komunitetit shqiptar që jeton në Maltezi. Abetarja është përfshirë tashmë në karikulen e shkollave, ku mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe si një tekst me zgjidhje fal bashkëpunimit ndërmjet institucioneve shtetërore shqiptare dhe atyre malazeze, ka thënë Jacqueline Peto. Ambasadorja Peto cilëson këtë hap si një arritje me vlerë të madhe, sepse nxënësit shqiptar do të mësojnë gërma dhe fjalët e para përmes një teksti unifikues të kombit. Sipas saj, ky abetare është një dhuratë e shtetit shqiptar nën kujdesin e Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme dhe bart një simbolik të fuqishme për ruajtjen e traditës dhe gjuhës shqipe mes brezave të rinj. Ajo vlerëson gjithashtu angazhimin e qeverisë së Malit të Zi për mbrojtjen e të drejtave të pakicave dhe për krijimin e kushteve që fëmijët shqiptar të mbeten të lidhur me rrënjët e tyre. Ne duam të ndajmë një lajm shumë të gëzuar me të gjithë shqiptarët që jetojnë në Malin e Zi. Prej rreth një viti, Ministria e Arsimit Malit të Zi në kujdesin e qeverisë Malit të Zi ka përfshirë në kurikulën e shkollave shqipe, ku mësimi bëhet në gjuhën shqipe, ka përfshirë abetaren barkombëtare si një tekst me zgjedhje. Por për ne është një arritje shumë e madhe, sepse tashmë fëmijët shqiptar do të kenë mundësi që të mësojnë gërmat e para, fjalët e para me abetaren barkombëtare. Dhe abetarja barkombëtare, të cilën ne po e shpërndajmë në të gjitha shkollat e Ulqinit, e kemi nisur këtë iniciativë në Tuzë, do të vazhdojmë më tej në Plavë, Guci dhe Rozhaj. Është një dhuratë e shtetit shqiptar në kujdesin e Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme të ministres Elisa Spiropali. Kjo abetare për ne është më shumë se sa një libër shkolle, kjo abetare është një simbol për të ruajtur gjuhën dhe traditën tonë shqiptare. Ne jemi shumë falenderuese edhe qeverisë Malit të Zi për angazhimin që ajo ka për ruajtjen e të drejtave të pakicave në mënyrë që fëmijët shqiptar të mbeten të lidhur me rrënjët e tyre. Drejtoresha e shkollës Marshall Tito në Ulqin Feria Ajdinaga u shpreh se kjo nismë është ndihmës madhore për procesin mësimor, pasi më herët nxënësit kanë përdorur abetare të ndryshme nga Kosova dhe Shqipëria, të cilat nuk kanë qenë tërësisht harmonizuara me programet mësimore të Malit të Zi. Sipas saj, abetarja barkombëtare krijon përputhshmëri të plotë në mësimin e gjuhës shqipe, lehtëson ngarkesën për nxënësit dhe jep mësuesve një mjet unik dhe të përbashkët për të zhvilluar më mirë mësimin. Ajdinaga quan këtë abetare një pjesë të identitetit kulturor dhe një mbështetje të fuqishme për vazhdimin e traditës shqiptare. Së pari ju dëshiroj një mirëseardhje të ngrohtë dhe për këtë dhuratë aq që është e ndershme për ne dhe madhështore, ju falenderojmë të gjithë edhe shtetit shqiptar, edhe po ashtu edhe hapat që I ka bërë Ministria e Arsimit të Malit të Zi. Së pari duhet të inicioj edhe atë që gjuha shqipe nuk është vetëm një gjuhë aq e bukur tingëlluese për ne, po është gjuhë unike shqiptare, të cilët ne e mësojmë që në klasët e para, duke filluar prej nënave tona, të cilat me të vërtet shekuj me radh nuk e kanë humbur dinjitetin e vet, as simbolet e veta, po thuaj as kulturën e traditat e veta. Këtë tradit po e vazhdojmë ende dhe për ne jeni të mirëseardhur. Besoj që edhe në të ardhmen do të kemi një bashkëpunim edhe më të madh me ju dhe së bashku me ne. Faleminderit. Shumë bukur e the, tradita është djepi që tundet në familje, por shkolla është ajo që e mban gjatë. E mban gjatë. T'ju them të drejtën, vite me radhë tek ne janë shpërndar abetaret si nga Kosova, ashtu edhe nga Shqipëria, mirë po pak a shumë I kemi patur përpara, me qenë se fëmijët tanë me të vërtet kanë qenë edhe të ngarkuar, pothuajse edhe me libra, po ashtu edhe me atë peshën e përgjithshme që e mbar fëmia. Mirë po abetaret të cilët ne I kemi patur përpara, nuk kanë qenë të
integruara aq shumë në planet e gjuhës shqipe, edhe pse ne faktikisht pak a shumë janë të njëjta, edhe librat në gjuhën shqipe në përgjithësi edhe i kanë përpunuar autorit shqiptar nga Shqipëria, mund të themi që ajo ka qenë një element të bashkues. Mirë po, ky gjest çfarë është sot, na jep duart e lira, na jep krahët që ne me të vërtet të futemi, të kyçemi edhe më thellësisht këtyre librave, që tha Zoja, ambasadorja edhe më parë, nuk është vetëm një libër, po është një simbol i mbar nesh. Gjuha jon, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Ara abetare, në çdo faqe një dritare, po me qelti për çdo ditë një gëzim e dritë. Ore, oj fletore, ca me vija, ca katërore, do t'ju shkryj me vijat e lira, do t'ju mbush me nota të mira. Adheu. Ndjash në dritare, brenda në shtëpi. Në çdo anë lule. Lule jam unë, lule je ti. Lule është adheu edhe çdo fëmijë. Gjyri kuqe ka flamuri, me shqiponjen me 2 krerë, na jep emrin më të bukur, jam shqiptar me besë nder. Çdo fest veshem me gaz, me bluzë të kuqe, mami më thot, fytyrë e qeshur, ti me je si lule kuqe. Anja Filipi, jam nxënëse e klasës së dytë, jam nga Shqipënia, kam ardhur këtu, kam përgatitur një vjersh për flamurin ton shqiptar. Me 28 nëntor, në këmbë gëtë Shqipëria, Ismail Qemali në Vlorë, me gjithë shokët e tia, i tha popullit me gojë, poshtë e shokë roberia, ja të vdesim, ja të rrojmë, është e jona Shqiptaria. Në emër të shkollës Malazeze Boshko Strugar, drejtoresha Maja Peri që nënvizoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi dhe të mundësive që hapën nxënësit dhe mësuesit. Ajo vlerësoi faktin që abetarja mbarkombëtare përfaqëson alfabetin unik të gjuhës shqipe që përdoren nga shqiptarët kudo që jetojnë. Sipas saj, fëmijët, mësuesit dhe gjithë stafi i shkollës shfaqen entuziazëm dhe ndërrim për këtë vizitë të rëndësishme, e cila hapi diskutime të dobishme për mënyrat e forcimit të mësimit në shqip dhe të përmirësimit të arsimit në përgjithësi. Veliku čast i zadovoljstvo je danas ugostiti poštovanu ambasadorku Republike Albanije u Crnoj Gori, kao i predsjednika Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori, povodom jednog zaista, imamo divan povod, a to su abetari na albanskom jeziku. Svi koji uče i govore albanski, poznato je šta to znači, a zapravo za one koje ne znaju, to je zapravo jedinstvena abeceda, jedinstveno pismo na albanskom jeziku kojim pišu svi Albanci bez obzira na kom prostoru žive, tako da su djece zaista bila oduševljena, nastavnici kao i mi koji smo danas imali tu čast da ih ugostimo i da baš posjete našu školu i provedemo divno vrijeme konstruktivnom razgovoru i planovima za buduće kako sarađivati i pospješiti nastavu kako na albanskom jeziku, tako i nastavu uopšte. Kjo nismë përçon mesazhin e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe të përkushtimit të institucioneve arsimore për të ruajtur dhe zhvilluar arsimin shqip në Maltezi, duke forcuar themelet kulturore dhe gjuhësore të komunitetit shqiptar.